Ndonë se kishte kërkuar prej kohësh përballjen me të për marrjen e pandehur nga SPAK, Partia Demokratike surprizoi dhe në vend të kërkesës së llogarisë braktisi sallën e kuvendit në kohën kur zëvendës kryeministria Belinda Balluku doli të fliste për herë të parë mbi akuzat e drejtësisë për të. Të vetmit që mbetën në sallë ishin opozitarët e partive të vogla. Edhe pse po hetohet, Balluku tha se nuk do ta sulmoj drejtësinë dhe do të pres fjalën e fundit mbi hetimet për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras. Nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re. Edhe kur preken personalisht. Nuk do më dëgjoni kurrë të merrem me prokuror e gjyqtar. Nuk do prononcohem kurrë për çështjen nën hetim. Derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Akuzoi opozitën se kur SPAK heton nga radhët e socialistëve, ngre flamurin e triumfit, ndërsa kur heton Sali Berishën, i fshihet drejtësisë dhe akuzon atë si të kapur nga Edi Rama. Kur SPAK thret Saliun dhe Lozni ku kam qefti për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëhere SPAK-u ndikohet nga Edi Rama. Sulmeve të opozitës i gjen një arsye. Unë me shumë prej jush jam përballur politikisht dhe jam përballur në fushë betejë, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush i kam ullur në gjunjë. Mungesë të kolegëve demokrat zhurmuesi në sallë e bënte her pas here deputeti i Partisë Mundësia, Agron Sheaj, i cili po ashtu kishte kërkuar disa herë përballje në interpelancë me Ballukun. Nuk do bësh dot politikan, do jesh një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore. Përballja me Ballukun i kushtoi përjashtimin nga seanca. Demokratët u rikthyen në seancë vetëm pasi ai u ndërpre për pak minuta dhe pasi zëvendës kryeministria u largua. Vjen dhe flet në parlament, ndërkohë që ka detyrimin e vetëm për të ndërheqjen edhe për të përballur në SPAK.